Në misteret indiane 25 përmendet si fryma e pestë, ajo që zgjon vetdijen kur trupi hesht. Në ndërshkrimet kineze ai quhej shenja e mesnatës, pika ku qielli ndryshon ngjyrë. Kabalistët thonë se 25 është emri i dritës që s'ka zë, ajo që flet vetëm me ata që e ndjejnë pa fjalë. Në mitet ilire, për arsit tanë, 25 lidhej me gjakun e yjeve, dhe në momentin kur shpirti i njeriut kupton se është më i vjetër se koha. Edhe në urtësinë osmane, pra perandorisë osmane, ky numër përfaqësonte sekretin e dijes që nuk mësohet, por zbulohet brenda qetësisë. Dyshi, bashkimi. Pesa, kalimi. Së bashku 25 është këmisha e padukshme e atij që zgjohet dhe sheh përtej formës në thelbin e gjithçkaje. Shpresoj që ju të pëlqejë kjo video, shihemi në video të tjera, ju përshëndes.